Producentja e Big Brother VIP Kosova 3, Olsa Muhameti ka folur në emisionin Natën me Aulonën, sa i përket pjesëmarrjes së Gjestit në Big Brother VIP Albania 4. Nuk e prisja që do ta merrte Top Channel. Kur më propozonte stafi lojëra që ishin bërë në Big ET e tjera, qoftë në atë ku isha qoftë në të Shqipërisë, unë i refuzoja. Dhe nuk e mendova kurrë që Topi do merrte personazhe nga ne, prandaj u çudita. Thash, kjo tregon që kemi bërë një punë të mirë. Këtë mendova, nuk pata një përjetim as të mirë, as të keq, tha Olsa. Më pas Aulona Musta e pyeti Olsën nëse Gjesti mund të ishte fituesi i këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Gjesti duhet të ndryshonte, të rishpikej. Por që një personazh të riformatohet i duhet ndihmë profesionale dhe që Gjesti të lëvizte një hap më lart. Gjesti erdhi një personazh me problemet e veta të rehabilitimit. E morëm ne, ja dham dorën, e futëm në Big Brother, u lut shumë, por dhe na pëlqeu, dhe e mësuam në një mënyrë apo në një tjetër se si Gjesti të bënte këtë lojë që bëri, të cilën po e bën tërësisht të njëjtë aty ku është. Dhe unë mendoj që Gjesti duhet të ndihmohet që të ngrihet më lart. Ai nuk ka mundur deri tani. Nëse do isha në produksion do ta nxirrja Gjestin me dëmos fitues, sepse kam publikun e Kosovës, kam Gjestin që mund t'i kem bërë kontratën, i kam premtuar. Por kuptoj që Gjesti nuk mund ta fitoj dot Big Brother për shumë arsye. Mund ta bëj një syqor edhe dhe më po ja jap Gjestit, por kur shoh personazhet e tjerë, them si mund ta fitoj ky në krahasim me këtë. Kjo është logjika që bën produksioni, por jam e bindur që edhe produksioni i Shqipërisë ndjek mesazhet votime, sepse nuk ta lejon kompania më. Nuk e nxjerr ose e shpëton dot ditë me vota. Nuk ndodh sepse kjo është patent dhe ai që e sheh këtë gjë, nuk fiton vetëm në Shqipëri, në Kosovë. Nuk mund ta humbas ai kredibilitetin se lejon Kosovën apo Shqipërinë të bëjë dallavere me mesazhet. Ka raste që shkon edhe në 150.000 euro edhe këtu edhe ande. Ka vlera shumë të larta që luhet me mesazhe. Duke qenë në këtë pikë, Bigu thot çfarë do bëj. Po Gjesti s'ka vota, tha Olsa Muhameti.